1. Kurthi i Vjosës. Si u bë kryeministri Varmihës si partnerës së tij? Kurthi nuk e zgjodhi presidenten kur i kishte numrat, sepse i duhej një viktim. Ai e shtyu Vjosën drejt greminës së gjykatës kushtetuese vetëm që ta linte Kosovën në kaos. Ai nuk dëshiron stabilitet. Ai dëshiron një shtet të rënuar ku vetëm zëri i tij dëgjohet mbi gërmadhat e institucioneve. Ky nuk është bixhoz politik. Kjo është vrasje institucionale me gjakftësi. 2. Suksesi më i madh i Serbisë mban emrin Albin, paramendoni gëzimin në Beograd. Kosova në sanksione, Kosova pa president, Kosova e përçarë si kur më parë. Albin Kurti po i kryen Serbisë atë shërbim që Vučići nuk arriti ta bënte as me miliona euro lobim. Ai e ktheu Kosovën nga një histori suksesi në një eksperiment të dështuar që po han vetveten. Ky nuk është gabim, ky është mision. 3. Mjegulla e sovranitetit. Për të fshehur kapitullimin sa herë që Albini bërtet sovranitet, dijeni se prapa shpinës po na izolon. Ndërsa ju hutoheni me nenet e lëmshit që ai krijoi, fondet e BE-s avullohen, njohjet ndalen dhe miqtë tan, SHBA, na mbyllin telefonin. Ai po e kthen Kosovën në një provincë të izoluar vetëm që të jetë mbreti i hirit. 4. Argati gratis i Rusisë në Ballkan në kulmin e krizës botërore. Kur Kosova duhet të ishte arrestuar fort me perëndimin, Kurti hap front të brendshëm. Kush tjetër përveç Rusisë përfiton nga një Kosovë e destabilizuar? Ky është koordinim i pastër. Albini krijon lëmshin, Serbia e tregon me gisht pa aftësinë tonë, dhe bota na kthen shpinën. Përfundimi. Mjaft më me përallat për ndryshimin. Kurti e përdori Vjosën si leck, e la popullin në mjegull dhe i dha Serbisë argumentin më të fortë kundër shtetësisë sonë. Albin Kurti nuk po e mbron Kosovën, ai po e çmenton atë nga brenda, tull pas tulle, për ta dorëzuar në dorë të armikut si një projekt të dështuar. Keni ndonjë porosi për mua? Po. Nga populli shqiptar. Sare